Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar ashpër qeverinë për situatën alarmante në fushën e sigurisë ushqimore, duke theksuar se kontrolli i kësaj fushë është në duart e mafjes dhe se shteti ka dështuar të mbrojë qytetarët nga rreziqet e ushqimeve të kontaminuara. Ai tha se epidemia e salmonelës u bë publike vetëm pasi u sëmur kryeministri Rama, ndërsa institucionet përgjegjëse u treguan të paafta dhe të kapura nga interesa korruptive. Si kontroll është në duart e mafjes. Është mafja shtetërore dhe ajo tjetra e lidhur me shtetërorën që kanë në dorë tërësisht këtë siguri, që është siguria më e rëndësishme. Shqipëria sigurisht ka sigurinë kombëtare, por ama e ka të garantuar me NATO. Dhe askush s'mund ta sulmojë Shqipërinë pa u përballë me Aleancën Atlantikut Veriut. Shqipëria ka sigurinë juridike, e kanë zhdukur për sa kohë që qytetari pret 15 vite për një proces gjyqësor, nuk ka më siguri juridike dhe nuk funksionon dot si shtet ligjor. Shqipëria, të lidhur direkt me jetën e njerëzve, shëndetin e tyre, ka sigurinë ushqimore, ka sigurinë e medikamenteve. Dhe këto që kur kontrolli është në kthetrat e mafjes. Berisha deklaroi se Partia Demokratike do të ndërmarrë një reformë të thellë për të garantuar sigurinë ushqimore, duke konsideruar këtë fushë si një element të sigurisë kombëtare. Ai njoftoi se AKU do të pajiset me kompetenca të plota ekzekutive dhe laborator modern, duke dalë jashtë çdo ndikimi politik, ndërkohë që buxheti për këtë sektor do të dyfishohet apo trefishohet. Një reformë e thellë e këtij sektori është e domosdoshme. Ky duhet të jetë një sektor qendror në fushën e sigurisë kombëtare. Pra, jo vetëm që siguria ushqimore duhet të jetë çështje e sigurisë kombëtare, por duhet të jetë një sektor qendror në këtë fushë. Dhe kur them këtë, ky sektor që është në fakt multidisiplinor, duhet të ketë të gjithë mbështetjen dhe financimin, të gjithë transformimin. Berisha premtoi dhe një luftë pa kompromis ndaj korrupsionit në çdo hall të zinxhirit të sigurisë ushqimore me kontrolle të rrepta në dogana, bashkëpunim me agjencinë ndërkombëtare dhe përfshirje të specialistëve të pavarur. Sipas tij, kjo është mënyra e vetme për të rritur besimin ndaj prodhimeve shqiptare dhe për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve.